Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Sot është dita e fundit e vitit 2025, por viti i ri 2026 tashmë ka nisur xhiron e globit. Vendet e jugut të paqësorit janë fakt parat që mirëpresin vitin e ri, ndërsa në Auckland të Zelandës së Re, qyteti më i madh i vendit, aty mira njerëz janë mbledhur në qendër të qytetit për të festuar festivalin tradicional të fishek zjarreve, që do edhe pak sekonda që të nisë. Pamjet jeni duke i parë drejt për drejt në këto momente në ekran, është pikërisht ky numërimi mbrapsht në pritje të vitit të ri. Sapo ka nisur spektakli i fishek zjarreve, pra në Sky Towerin e Aucklandit në Zelandën e Re. Spektakli zhvillohet si në kullën e famshme, ashtu edhe në urën e portit, siç është tradit tashmë prej dekadash. Në fakt, kjo shfaqje zgjat 5 minuta dhe për këtë spektakël po përdoren 3500 fishek zjarr me peshë 500 kg. Po ashtu janë përdorur në total edhe 14 km kablo dhe tela për sinkronizimin e spektaklit në këto ndërtesa ikonike të Aucklandit. Pra, pikërisht ky spektakli i parë për xhiron e vitit 2026, për xhiron e vitit të ri që sapo ka nisur në përbot. 2 orë më vonë në Australi, mbi 1 milion njerëz parashikohet ta presin si çdo vit përreth zonës Harbour Bridge në Sydney me fishek zjarre vitin e ri. Të paktën 2000 njerëz kanë pritur gjithë natën pranë urës për të zënë vendet nga ku spektakli shihet më nga afër. Kujtojmë që toka e parë që preku viti i ri 2026 ishte Republika Ishullore e Kiribatit në Oqeanin Paqësor. Xhiroja hyrëse vitit të ri do të vijojë me qytetet aziatike, ato europiane për të përmbyllur me ato amerikane. Qindra miliona njerëz do të lidhen në kryeqytetet europiane për të shijuar në sheshe kryesore spektaklet festive. Kemi parë pra drejt për drejt spektaklin e fishek zjarreve pritës të vitit të ri në Auckland të Zelandës së Re, ndërkaq në vendin tonë qytetarët po ashtu po bëjnë përgatitjet e fundit për të pritur vitin e ri 2026. Për të mësuar më tepër lidhur me atmosferën aktuale, do të kemi tani në komunikim të drejt për drejt gazetaren Anisa Kraba, e cila ndodhet në qendër të Tiranës. Anisa, çfarë ndodh aktualisht në rrugët e kryeqytetit? Të përshëndes, Redi, në fakt rrugët e kryeqytetit gjatë ditëve të fundit kanë qenë të ngarkuara, pasi qytetarët kanë nxituar të bëjnë ato punët të fundit, që sigurisht janë në funksion edhe të festës së ndrimit të viteve, dhe nuk ndryshon edhe panorama sot. Rrugët kryesore janë po ashtu tepër të ngarkuara, me lëvizjen e automjeteve, por edhe me qytetarët të cilët nxitojnë apo janë për trotuare me qeset të mbushura plot për tryezën e fundit të vitit. Megjithatë, kjo atmosferë e bukur e Tiranës duket sikur e ka gjallëruar edhe më shumë, sepse vetë qytetarët tani janë futur në shpirtin e festës dhe në fakt gjithçka dhe gjithë ky nxitim bëhet për këtë atmosferë të bukur dhe për të mbyllur vitin 2025 dhe për të pritur sigurisht me besimin se do të jetë e mirë 2026 me të dashurit të tyre, gjithë duke shpresuar që viti do të jetë absolutisht një vit i mirë dhe i begat. Ndërsa në këtë moment u ndodhem në qendër, ndërsa këtu atmosfera është pak më e qetë dhe ato të cilat janë të mbushura janë kafenet të cilat janë vendosur këtu në qendër dhe që tashmë është bërë traditë që qendra të jetë pikërisht kështu si një qytet e vogël e festës së fundvitit. Qartë, ndërkaq Anisa, në shesh atje ku ti ndodhesh aktualisht, a ka aktivitetet parashikuara për mbrëmjen e sotme? Ndryshe nga situata tani, sigurisht mbrëmja do të jetë tërësisht ndryshe dhe do të ketë më shumë ritëm, më shumë gjallëri edhe absolutisht më shumë njerëz të cilët do të mblidhen këtu për të pritur ndërimin e viteve dhe për të parë spektaklin e fishek zjarreve. Bashkia e Tiranës është kujdesur që këtë vit të ketë 6 minuta më shumë shfaqje se çdo vit tjetër fishek zjarrësh. Ndërkohë, deri sa ora të shënojë 00, sigurisht do të ketë edhe një koncert
ku do të ngjiten artiste për të dëgjuar, për të festuar. Do të jetë Valbona Mema, është menduar të jetë Ardi Çuni, Fifi, e po ashtu dhe Bleona Qereti dhe artistë të tjerë. Bashkia ka menduar gjithashtu të ketë edhe një show me dron. Fatikisht e pa ndodhur edhe si një risi, sepse nuk ka ndodhur në vitet e kaluara, dhe jemi të gjithë kurioz se çfarë do të ketë kjo shfaqje, por absolutisht që do të jetë sigurisht e bukur dhe për t'i dhuruar qytetarëve emocionet e nevojshme për të hyrë në 2026 me zemrën e gëzuar, padyshim. Qartë, Anisa, të falenderoj për të gjitha këto detaje, do të vijojmë me të tjera zhvillime, kështu mbi 13.000 familje pronarësh kanë marrë kompensimin financiar nga shteti për pronat e tyre. Qeveria ka miratuar një fond prej rreth 1.4 miliard lekësh për 3.527 subjekte që kompensohen plotësisht, ndërsa procesi do të vijojë edhe për pronarët e tjerë. Mbi 13.000 familje pronarësh kanë marrë kompensim financiar nga shteti për pronat e tyre të prekura nga ndërtimet informale. Qeveria ka miratuar fondin për shlyerjen e 30% që të mbetur të kompensimit, duke e çuar procesin drejt përfundimit për mijëra subjekte. Sapo miratuam listën me plot 3.527 subjekte, të cilët kompensohen përfundimisht nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ky nuk është thjesht dhe vetëm një akt financiar dhe as vetëm përmbushja e detyrës sonë funksionale, por diçka më tepër, është një akt drejtësie. Sipas Ministrisë së Drejtësisë dhe Agjencisë së Trajtimit të Pronave, fondi i miratuar ka vlerën e rreth 1.4 miliard lekëve, i cili do të kalojë sot dhe në ditët në vijim në llogaritë bankare të përfituesve. Në listën e publikuar janë 3.527 subjekte që kompensohen plotësisht, ndërsa në total përfitimi shtrihet në mbi 13.000 familje. Jemi të vendosur të vijojmë angazhimin ton të palëkundur për ta përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt në këtë proces. Kompensimi financiar për familjet e përfshira në këtë listë konsiderohet i përfunduar plotësisht, ndërsa procesi do të vijojë edhe për pronarët e tjerë që presin shlyerjen sipas ligjit. Në buxhetin e vitit 2026, Ministria e Financave ka parashikuar fondin e kompensimit në vlerë 3.5 miliard lek, me një shtesë prej 500 milion lek krahasuar me vitin 2025. Nisë kompensimi për dëmet nga zjarret e rëna gjatë verës së këtij viti në vend. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka vendosur në dispozicion 91.5 milion lek për 10 bashki të vendit. Kompensimi për dëmet nga zjarri përfshin periudhën nga 15 qershori deri në 15 shtator. Vera e këtij viti është cilësuar si më e vështira për shkak të dëmeve të shumta nga zjarret. Bashkia e Delvinës ishte një prej më të prekurave nga zjarret, që sipas autoriteteve në 90% të rasteve kanë qenë të qëllimshme. Qeveria miratoi në mbledhjen e djeshme rritjen e pensioneve nga 1 janari. Kjo rritje do të jetë nga 600 deri në 1.800 lekë në muaj sipas kategorive. Qeveria vendosi të japë edhe 15.000 lekë shpërblim për familjet në ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuara. Qeveria ka marrë vendimin në mbledhjen e fundit të këtij viti për skemën e rritjes së pensioneve duke filluar nga 1 janari vitit të ardhshëm. Kështu në bazë të vendimit, rritja për pensionet e plota urbane me të ardhurat deri në 40.000 lekë do të jetë 1.800 lekë në muaj. Nga kjo rritje përfitojnë disa kategori ku përmenden edhe minatorët që kanë punuar nën tokë, nënat me shumë fëmijë, punonjësit e metalurgjisë apo ata të industrisë së naftës dhe gazit. Do të përfitojnë një rritje prej 800 lekësh në muaj personat me pension të pjesëshëm urban me të ardhurat deri në 22.000 lekë, sipas kategorive përkatëse. Një rritje prej 1.000 lekësh do të kenë pensionet e fshatit me të ardhurat deri në 18.000 lekë në muaj. 600 lekë në muaj do të jetë rritja për personat me të ardhurat deri në 30.000 lekë në muaj. Për pensionet e invaliditetit, ndërsa 700 lekë në muaj do të kenë rritje pensionet familjare, ku futen edhe familjarët e pilotëve të rënë në krye të detyrës. Efektet financiare të këtij vendimi llogariten në 9.8 miliard lekë dhe do të mbulohen nga buxheti i shtetit. Në mbledhjen e fundit është miratuar edhe dhënia një shpërblimi prej 15.000 lekësh për fundvit për familjet dhe individët që trajtohen me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, të verbrit, paraplegjikët dhe tetraplegjikët, si dhe ndihmësit personal të përfituesve të pagesave të aftësisë së kufizuar. Qeveria ka miratuar edhe dhënien e pensionit të posaçëm shtetëror për disa emra të njohur në fusha të ndryshme, si në art apo sport.
Natën e sotme, pra pikërisht natën e nderimit të viteve, televizioni Klan do t'ju shoqëroj me një program special festiv, po ashtu edhe në ditët e para të janarit. Shohim detajet në kronikën e vijim. Televizioni kombëtar Klan vjen me një programacion të posaçëm festiv që synon ta kthejë nderimin e viteve në një përvojë të bukur dhe emocionuese për çdo familje. Këngët e shekullit do të sjellin muzikën më të mirë shqiptare, humorin dhe shumë surpriza në një transmetim të gjatë që do të shoqërojë shikuesit në natën e 31 dhjetorit deri në orët e para të mëngjesit të ditës së parë të vitit 2026. Patjetër që kemi shumë miq, shumë mysafir, kemi artistët më të mirë të muzikës lehtë shqiptare, por edhe popullore, kemi pasuruar pak repertorin e këtij spektakli. Kemi lojra, do të kemi humor, thjesht do të bëhet qef, kështu që publiku le të qëndrojë me ne. Studio e këngëve të shekullit është mbushur plot me artistë, me emra, të gjithë i duam këta emra dhe akoma më shumë unë që jam rritur me disa prej këtyre emrave, kështu që kam mundësi që dhe të duetoj me ta. Por është një surprizë për publikun kjo. Një udhëtim emocional, nostalgjik, njëkohësisht edhe argëtues do të jetë ky, me maratonin e këngëve të shekullit që do të sjellin në shtëpitë tuaja përmes ekranit të televizionit Klan, artistët më të mirë shqiptar. Jo bëjmë nga një mesazh, hajdeni të fillojmë shpejt. Ky është mesazhi për vitin e ri. Urimi i përvitshëm është e parashëndet, pastaj mbarësi në çdo gjë. Do të kemi vetëm gjëra të bukura, vetëm gjëra të gëzueshme që të depërtojmë në familjet shqiptare. Kemi menduar që bëjmë muzikë të larmishme, që njerëzit do frehen nëpër familjet e tyre. Kemi përgatitur një program fantastik me një muzikë popullore, muzikë të lehtë, argëtuese, që të gjithë dhe ata që na ndjekin nga ekrani t'ja marrin valles nëpër shtëpia. Shpresoj që do të jemi të gjithë në një nivel të mirë. Gëzuar, qoftë një vit i mbar për të gjithë. Kënga shqipe do të kaloj kufit zyrtar, ku traditë dhe kultura muzikore shqiptare do të bashkohen në skenën e madhe të këngëve të shekullit. Muzika shqiptare është gjithmonë e rëndësishme ta kujtojmë, jo vetëm në ne të shënuara, por gjithmonë sepse këto janë rrënjët tona dhe sigurisht që nuk duhet asnjëherë ta harrosh prej nga vjen. Do jetë një mbrëmje e gjatë, e bukur, siç din të jetë nata e vitit të ri. Programacioni festiv i televizionit Klan nuk ndalet vetëm në natën e ndërrimit të viteve. Gjatë ditëve të para të 2026-s, televizioni Klan do të vijë me një ofertë të pasur televizive. Dashuria është në botë për sosmëri. Është bërë traditë tashmë që ekrani i televizorit të jetë ai pjesëtari plus në familjen e çdo shqiptari që ndjek televizionin Klan, e sidomos gjatë festave të fundvitit. Më datë 1 janar do të ketë një premierë ekskluzive të filmit më të bujshëm dhe më të ndjekur në kinemat shqiptare, që është Njerëz dhe Fate 2. Drama njerëzore bazuar në serialin e mëparshëm Njerëz dhe Fate dhe me aktorët e minjohur Arben Derhemi, Alfred Trebicka, Eni Jani, Gentian Zenelaj e shumë të tjerë. 1, 2, 3, 4. Në datën 2 janar në mbrëmje, në orën 22:30, do të transmetojmë spektaklin e vitit që u xhirua në Kanin, Yjet në Kanin. Kështu Vera Grabocka së bashku me konstelacionin e famshëm të yjeve si Timo Floko, Sajmir Pirgu dhe Ermonela Jaho do të na shoqërojnë mbrëmjen e 2 janarit. TV Klan hyn në vitin e ri me një paketë të pasur dhe të përzgjedhur filmike me prodhimet më të suksesshme kinematografike të Netflix nga kinemaja turke në Hollywood, që do të transmetohen çdo mbrëmje dhe mesditë me 1 deri në 3 janar. Gjatë programit special të festave, në këto 3 ditë do të kemi edhe transmetimin premier ekskluzive të një pakete filmash që kanë bërë xhiron e tyre në kinemat botërore, por që tashmë vinë ekskluzivisht dhe premier në televizionin Klan. Kështu historitë më të bukura të dashurisë, komeditë romantike së bashku me Yjet për Katës, që janë bërë shumë të famshëm në kinema, tashmë shfaqen premier absolute në televizion për herë të parë gjatë këtyre ditëve të festave të fundvitit.
Mirë se ju gjej, mirë se. Ndërsa programet më të dashura të ekranit Klan do të vinë për ju edhe gjatë këtyre ditëve festive. Programet e strukturës si Rudina, Stop apo Edila Shqiptare nuk do të kenë ndërprerje të transmetimit, por ato kanë menduar dhe kanë krijuar dhe kanë prodhuar një program festiv enkas për këto ditë festash. Festat do të vazhdojnë, duke bashkuar publikun para ekranit me një program të përzgjedhur enkas për të festuar dhe për të thëngëzuar me emocionet më të mira. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.